Jemi në Money Hour, mirë se u rikthyet. Unë jam Ergis Sefa dhe jam këtu me Aurora Sulçe, përshëndetje të gjithëve. Dhe ndodhemi tek One Connect Hub, kubi One tek piramida. Falenderojmë kompaninë që na mundson realizimin e këtij podcasti. Sot do flasim për një temë e cila na prek në palc të gjithëve. Tregun e pasurive të paluajtshme. Më kemi sot Aurora? Sot kemi Arbër Brahaj, është ndërmjetës i pasurive të patundshme. Mirë se erdhe Arbër. Mirë se gjeta. Është ndër çështjet për të cilat ka interes shumë të madh. Normalisht strehimi është e drejtë mbrojtur kushtetuar drejt për drejt, është drejtat kryesore dhe është fusha e ekonomisë së Shqipërisë që është pothuajse 20% e GDP-s. Kështu që nga ato që ta marrë, si nga interesi personal i njerëzve për strehim, si nga interesi i biznesit, si nga interesi i bankave, është fusha kryesore në cilën lëvizin paratë në Shqipëri. Normalisht strehimi përtej biznesit është edhe diçka që i përket familjeve, është qetësia mendore, është një që te masë kryesore për të pasur një shoqëri më të gëzuar, më të lumtur, kurse kur ka probleme strehime, pastaj ka që ka probleme. Blej njerëzit? Ka kërkesë për të bërë apartamente? Kërkesë deri një farë vlere që rrotullohet rreth 150.000 euro, është goxha e lartë. Mbi këtë vlerë, pastaj është duke ulur dhe veprohet edhe me anë të kredive bankare. Interes ka si njerëz për strehim, por ka edhe për investim. Për investim është ajo që tani po bëhet shumë e modës, qiraja, si afat shkurtër, si afat gjatë, kurse nevoja për strehim zakonisht janë ndarjet e familjeve, krijimi i çifteve të reja ose lëvizja në zona më të mira, duke pas parasysh që disa zona të Tiranës kanë probleme infrastrukture. 150.000 euro në disa vite më parë do ishte një shumë e konsiderueshme për të marrë një apartament mirë në një zonë të mirë Tiranës. Sot me 150.000 euro çfarë blen? Sot me 150.000 euro blen shtresa e mesme, një apartament që është jashtë unazës mesme Tiranës, pra ajo unaza e vjetër e Tiranës, në rreth e rrotull saj, duke ofruar unazës së madhe për familje që kërkojnë 100 metra katror. Por shikohet që po bëhen të tilla investime edhe për apartamente të vogla, 1+1, 60, 70, 75 metra katror, duke i blerë edhe me çmime që afrohen 2.000 euro metrit katror, sepse shikojnë me shumë interes nga ana e investimit. Po në qytetet e tjera, nëse bëjmë krahasim me këtë 150.000 euro, çfarë mund të marrë në qytet tjetër, bregdetar, për shembull Durrës, Vlorë apo në cilin do qytet tjetër? Durrës, Vlorë, Sarand mund të blesh një nga ndërtesat e ndërtuar rreth viteve 2000, që kanë probleme të masë ndaja në infrastrukturë, por ama që ka një farë qeradhënie gjatë sezoneve të verës. Do të kuptojmë se gjysma e Shqipërisë pothuajse është jashtë tregut imobiliar, pra ka qytete të cilat nuk kanë lëvizje. Mjafton të shikosh qytete që sipas instatit po zvoglohen, ose qarqe po zvoglohen, janë ato qytete që kanë tregun më të varfër imobiliar. Hiq Vlorën, Sarandën, Durrësin dhe pak Lezhën. Ka pasur pak interes për Korçën para 2 vjetësh, 3 vjetësh, por shikohet që po fillon të zbehet. Dhe pjesa tjetër është Tirana. Të çmimet e çmendura që dëgjojmë, 5.000 euro, 3.000 euro metri, 10.000 euro kemi dëgjuar së fundi. Janë realitet? Janë realitet, po janë pjesë e vogël e tregut. Pra është diçka shumë nuk do t'i preki qytetar që 10 pallate në Tiranë ka një çmim 4.000 euro, 5.000 euro për metër katror, duke pas parasysh që 95 pallate të Tiranë ka një çmim 2.000 euro ose më poshtë. Por ama janë shumë të mira për të bërë headlines, për të bërë lajm, për të bërë. Është normale që të ketë edhe në Tiranë ato që janë prona të shtrenjta, temasa të shtrenjta, ndonjëherë bëhet edhe trend që duhet të ketë diçka që të jetë shumë e shtrenjtë. Pra, nuk është se është diçka që tregu po goditet se pronat shkuan 5.000 euro metër katror. Jo, ka disa ndërtesa ose disa apartamente ose disa zona më mirë në Tiranë që kanë arritur vlera të larta. Kjo është as 2-3% e tregut. Kush i blen ardhë? I blen njerëz me të ardha të larta që e para kanë aftësi paguese, e dyta kanë njohje të mira me bankat, pra shfrytëzojnë sistemin bankar dhe blien edhe nga persona të cilët nuk i njeh askush, që do të thuash domethënë që thjesht një emër, pasaport italiane, pasaport gjermane, por që duhet që është emër shqiptar, krejt papritur bëhet komshi. Nuk duhet paragjykuar që fakti që si njeh askush, janë njerëz që kanë fituar të ardhurat e tyre jashtë Shqipërisë,
por fakti që ti verifikosh si kanë fituar ato para është pothuajse e pamundur për tregun. Ose mund të jetë një pasaport me emër nga Dubai. Po me emër nga Londra. Shiko, Dubai është problem tjetër. Ne nuk po thitem nga Dubai. Shqipëria po çon jashtëzakonisht lek në Dubai. Po shikosh, disa kolegë tanë kanë filluar të merren jo më me Shqipërinë, por me shqiptarë që investojnë jashtë. Në Z flitet për 3, 4, 5 miliardë euro që shqiptarë kanë çuar në Dubai gjatë këtyre 5 viteve të fundit. Dubai është problem tjetër, është ikja e paras nga Shqipëria drejt këtyre vendeve. Po flasim për para që shkojnë për real estate në Dubai, pra 3 deri në 4 miliardë euro në 5 vitet e fundit. Real estate në Dubai, sipas ligjeve të garanton vizën, drejtën e qëndrimit dhe si të tillë është pak a shumë një kusht që ti të kesh mundësi të qëndrosh për një kohë përtej atyre 90 ditëve që kanë si rregull ato. Pra, duhet të bësh një investim atje që të kesh mundësi të qëndrosh atje. Dhe ato që kanë vendosur që qëndrojnë andej, pak a shumë e kanë detyruar të lëvizin. Pastrojnë para në tregën e pasurive të patundshme dhe në ndërtim, ashtu siç aludojnë të gjithë. Pastrojnë para tregun e pasurive të paluajtshme. Sot është konklava e kardinalëve për pap, një nga kandidatët u skualifikuar se është dënuar kardinal italian sepse është dënuar për pastrim parash, 77 vjeç. Është në apel. Pra, në çdo sektor pastrojnë para. Në çdo sektor. Ndërtimi është ai që është më i parajgjikuar sepse është 20% e ekonomisë, nuk është pastrojnë para patjetër. A pastrojnë ndërtim, a pastrojnë me tokat në të cilat ndërtohen këto. Pastrojnë anë transaksioneve të cilat humbin gjurmët nëpërmjet sistemit clearing që nuk po ikën ndonjëherë Shqipërisë. Pra që ndërtuesi e quan të shitur paçka se ka marrë kompania që do i bëj xhamat apo kompania që do i bëj gropën. Sistemi është shumë kaotik. E kanë lënë vetë kaotik. Mjafton të thuash që gjysmat e kontratave sot nuk janë të regjistruar në SHK. Jo gjysmat. 80% e kontratave nuk kanë të regjistruar në SHK dhe flenë për zyrtarët e noterëve, sepse nuk kanë detyrim të regjistrojnë. Si tillë, është sistemi vetë që nuk është perfeksionuar që të detyrojë aktorët të sillen më drejt. Tash të flasim me shifra. Dolën statistikat e inteligjencës financiare, ish pastrimi i parave, noterët kanë bërë diku tek 500 raportime. Ne ndërmjet se pasurive paluajtshme kemi bërë 5, por realisht është 4 fishe atyre që kemi bërë më përpara. Bankat kishin bërë dhe ato një numër shumë të lartë, ndërtuesit kishin reklamuar 0. Pra asnjë ndërtuesi në Shqipëri nuk i erdhi dikush që tha a të paguaj kesh për këtë apartament. Ndërkohë që ndodh. Ndërkohë që patjetër që ndodh. Është e pamundur gjithsa ne, ndërmjetësit, ose noterët thonë që në 500 raste kontrollojnë këto transaksione se ka diçka të çuditshme, ndërtuesit thonë 0, gjithë transaksionet i kemi pa asnjë lloj dyshimi. Pra si është vendosur që këtu të kontrollohen bankat, të kontrollohen noterët, të kontrollohen, por nuk po shkohet aty ku ndoshta është problemi tamam. Problemi është ndërtuesit, çfarë janë, si janë, kusht janë dhe mbi cilat toka po ndërtohet, kujt i përkasin. Tani që t'ja qartësojmë pak edhe publikut, po flasim për 500 raportime dyshimta për cilin periudhë kohore? RAD, raportime aktiviteti dyshim sipas Agjencisë Inteligjencës Financiare. Për cilin periudhë kohore do të thotë? 2024. Vetëm për vitin e fundit. Për vitin e fundit. Pra, ndërmjetësit kanë dhënë ato kontributin e tyre, do kuptoni që ne ndërmjetësit nuk jemi që patjetër do të jemi përfshirë në transakcione. 95% transakcione nuk kryhen me ndërmjetës pasurive të paluajtshme, kryhen drejt për drejt nga blerësi tek shitsi. Kurse noterët është hap i kërkuar me ligj që të jetë prezent. Dhe si tillë noterët kanë pothuajse 493 rade raport aktiviteti dyshimit. Bankat kishin dhe ato një numër, nuk e mbaj mend qartë, po ishte mbi 200 dhe ndërtues 0. Kush po i lë ndërtuesit? Nuk është thënë që janë ndërtuesit, shiko, nëse duhet ka ndërtues dhe shumica ndërtuesve janë jashtëzakonisht korrekt, jashtëzakonisht sakt. Problemi është si kudo që pakica i jep emër gjithë sektorit dhe krijohet ai tip populizmi, ndërtuesit. Ndërtuesit i lë sistemi që është bërë. Pra, në moment që ti firmos një kontratë, unë jam ndërtuesi, ju jeni blerësit, ju paguat 50%, 20%, 60% shifrës. Dhe ne këtë kontratë e lejmë këtu dhe hipoteka, SHK-ja nuk lajmërohet për këtë transakcion. Si tillë, aty lind mundësia që nëse pasojmë se mund të ta anullojmë këtë transakcion, pa asnjë lloj problematike, kthehemi në gjendjen fillestare dhe shitet prapë dikujt tjetër me një vlerë akoma më të lartë. Sistemi është ndërtuar në gabim. Për pasuritë e paluajtshme sistemi do të jetë më i rrept
paktën nga ana e veprimeve notariale dhe nga ana e veprimeve në SHK. Zyra e SHK-s tha që pothuajse 70% e lejeve janë të regjistruar në regjistrin e lejeve. Po ato 30% tjera pse si janë? I shkojmë për kitës në fakt me ekonominë informale si pasaportit bankës botërore, 30%. Si mund të marrësh një leje për ndërtuar 10.000 metra katror dhe hipoteka mos ta di që mbi atë tokë po ndërtohet 10.000 metra katror. Është diçka që sistemi nuk mund të kalohet me gjop 3 milionë që po i ndërtues, 3 milionë vjetër, 3.000 euro. Si dëmtohet qytetari në këtë rast? Unë që dua të blej shtëpi në këtë 10.000 metra katror që po ndërtohet. Qytetari nuk bën dot ato që random quhet inskript, po që quhen veprime mbi kartelën e përkohshme në ndërtim. Pra, nuk e vendos dot emrin mbi një pasuri të caktuar brenda atij kompleksi që po ndërtohet. Dhe humbet siguria juridike. Siguria juridike është themeli i çdo transaksioni, çdo aktiviteti ekonomik. Do të thënë nuk e kam në pronë si këtë tokë, këtë banesë. Ti e ke një kontratë notariale, e çon hipotekën për të regjistruar dhe hipoteka këtë përgjigje që unë nuk e kam fare këtë leje që mbi të cilën ti përkon të regjistrosh një veprim. Dhe në këtë moment ti mbaron aktivitetin që unë ndosh me hipotekën, kthehesh prapë nga ana e ndërtuesit dhe thua si është e mundur. Po, nuk është në gjë e madhe, jo kemi vendosur do ndryshojmë çikën që duan të bëhen dyqane, do regjistrojmë brenda 3-4 muajsh. Kjo nuk në vetvete nuk është se duhet të jetë patjetër këmban alarmi, por të lësh këtë mundësi. Ke lënë derë hapur për rishitje disa herë të themi të apartamentit. Edhe për rishitje disa herë është një diçka që po zhduket pak nga tregu, realisht domethënë janë shumë pak krahasim me çka qenë para 10-12 vjetësh, sot janë shumë pak të lloj problematikash. Normalisht dëgjohen shumë sepse kur dalin bëhen pallati i fundit është një pallat afër tregut Çamit, i cili ka këtë problem që po bëhet çike madhe nëpër Tiranë, po i dëgjohet zëri. Por që shumë rrallë është shitja 2 herë. Por ama është fakti që ti mund të bësh një kontratë, atë kontratë ja kalon dikujt tjetër, bën revokim të asaj kontrate me palën A, ja kalon palës B, pala B për revokim, brenda 5 viteve që ndërtohet një pallat, ke blerës parë, blerës 2, blerës 3, blerës 4, cilët gjithë revokojnë të drejtat e tyre, nuk dihet nëse marrin apo s'marrin para në këmbim të tij revokimi dhe ngjelet vetëm blerësi i fundit. Kjo jep mundësi që nëse ka fitim ndërmjet këtyre etapave, të paktën minimalisht po them mos tatohet. Është një skem pastrimi deri diku. Skem nuk është zemërgjërsi nga ana juridike për të lënë hapur mundësinë për veprime dyshimta. Albert po thoje që ka kërkesë për të blerë? Ka. Po për të shitur? Pra ka ofertë tregu? Jo. Kërkesa për të shitur është diçka që po vjetar në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Në Amerikë, ishte akoma më madhe, nuk po shesin pronarët pasuritë e tyre të paluajtshme. Janë të friksuar, shikojnë që pasuritë i rritet vlera vit mbas viti dhe fillon edhe teoria që po e shita s'kam çfarë blej. Shqipëria është akoma më keq, është ti nuk ke asnjë lloj mënyre investimi për paran, mund të blesh bono thesari, mund të depozitosh me depozita bankare. Në raste të rralla mund të lejohet të marrësh pjesë në disa pensione private ose që janë skema të investimit privat, por që janë shumë të vogla. Të hapur biznes. Të hapur biznes është gjithmonë një gjë e mirë, por po kuptojmë ajo të flas nga ajo përditshme jo. Prona në Shqipëri 70-80% zotërohen nga njerëz 50 vjeç e sipër në Shqipëri. Pra njerëz të cilët nuk kanë më moshën ose dëshirën ose energjinë që të futen dhe të hapin një biznes. Ato, pra, është rritur mosha, është rritur tema se mosha e personave të cilët zotërojnë pasuritë e paluajtshme. Po do shkojmë edhe më përtej, që 60% e pasuritë e paluajtshme të jenë over 70 pronarët. Por ama është një biznes shumë i leverditshëm ky i shitjes pasurive të patundshme. Kudo që ti shkon në një rrugë, do kesh një dyqan po, një dyqan jo, e ke real estate. Shikoj, leverditshëm. Është biznes akoma i lehtë për të futur. Tani, leverdia nuk është se është ajo që njerëzit mendojnë që krijohet perceptimi publik etj. Po është një lloj pune që të jep edhe liri. Pra, nuk është ato lloj pune që ty detyrojnë të jesh gjithkohës. Liri e cilësoj punën time për shkak sepse pardje isha në Sarandë, dje isha një qytet tjetër, sot isha në Tiranë, pra nuk është ajo puna, unë kam profesion juridik, po mos isha duke bërë këtë punë, unë do isha nga zyra në gjykatë, që
mbas 14 vjet që bëj këtë punë, cilësoj po të pamundur të jemi ngulur në një vend. Ka shumë gjëra të mira në profesion, ka edhe të ardhura, por nuk janë ato që perceptohen publik sikur bëhet nami. Po, të shqetëson ty për shembull që ke një diplom juridik, në juridik që ke 14 vjet eksperiencë, që janë një ndër më të konsoliduar dhe profesionistët në këtë fushë, fakti që mund ta bëj kushdo. Personalisht kam takuar edhe vajza 20 vjeç, 21 vjeç rëndom. Mund të jenë 20 vjeç. Ligji ka vënë një paragraf shumë gabuar, domethënë shkollën e mesme si kusht. Pikërisht, pas një lloj eksperiencë. Duke justifikuar me lirinë ekonomike për të futur në profesion, por profesionet e licencuara nuk mund të jenë kaq lira për të futur. Ka futur një trajnim 6 ditorësh, që realisht është një shkollë private që e bën në Tiranë, e bën për 2 ditësh. Është lënë shumë evazive, shumë e hapur. Janë shumë shqetësuar sepse është shkatërrohet ideja e profesionit. Pra, këtu në Tiranë në gjithë Shqipërinë janë rreth 1800 të licencuar nga Ministria e Drejtësisë, mund të jenë edhe 1800 tjerë që bëjnë këtë aktivitet pas lloj licencë ose maksimum me një NIPT në QKB. Dhe krijohet ai perceptimi që niveli këtyre është i ulët, 0 etj. Nuk e lejojnë këtë profesion të ngrihet. Pra, të ngrihet në idenë që ky është ekspert. Duhet shkosh marrësh këshill, edhe nëse nuk kryen transaksion. Gjysma e punës tonë, në të zyra jam atje, po thuaj se 1-2 persona që futen për të pyetur për diçka. Dhe të lejon që ti të ngresh veten tënde, po këtë si profesion është shumë e vështirë të ngrihet. Ne kemi munduar, tani është tash me 1800 licenca, po thuaj se është e pamundur. Kanë marrë licenca. Licenca numër 1 në Shqipëri për këtë çuni që është 21 vjeç. Në atë kohë që mori licencën ishte 21 vjeç. Pra, jep idenë e gabuar. Mendoj që do të ishin kushte më të forta, mendoj që ka ardhur koha të ndahet në 2 nivele, ose pak të bëhet siç është sistemi avokatëve i noterëve, që është noter ndihmës noter, dhe këtu të njihen një shkallë. Ky është shkalla A, ka edhe një shkallë më të lartë që mund quhet ekspert, mund quhet broker. Emërtimi nuk është se ka rëndësi, duhet të jetë, madje unë jam që emërtimi të jetë diçka shqiptare. Dhe ka ardhur koha, e shoh shumë vështirë. Tregu është aq i goditur nga njerëzit që mundohen të bëjnë këtë punë pas lloj formimi, sa që do jetë vështirë, do duhet edhe 5 vite të tjera, ose do të kthehemi në dhomë. Në moment që ne kthehemi në dhomë, na lejohet nga ministria të kthehemi në dhomë, atëherë vetë pastrohemi. Sa mendon se ndikon fakti që janë futur kaq të rinj në jo vetëm prishjen e cilësisë, por edhe në të ardhmen e profesionit, në aspektin jo vetëm profesional, por edhe të shitblerjes së pronave dhe sidomos rritjes së fëmijëve. Ndoshta këto të rinj kanë tendencën që t'i fryn pak më shumë apo ta shesin pak më ndryshe se sa ç'është realiteti i pronës, apo jo, kanë urinë për të krijuar portofol. Portofol është ai numër klientësh ose pronash të cilët i reklamon. Pra, një person që mund të jetë 2-3 vjet në treg krijon një portofol me 400-500 prona që mund të jenë për shitje ose për qira. Qira madje është akoma më leverdisëm sepse është e vazhdueshme, mas 2 vjetësh lirohet prapë, mas 3 vjetësh lirohet prapë, etj. Dhe ata janë shumë të rritur për të krijuar këtë lloj portofoli. Dhe duke qenë se janë të rritur, në disa raste kemi vënë re praktika të masat gabuar që ju frojnë pronarëve ato që quhet candy. Karamele, thotë, po jo, prona jote nuk vlen 500, ma jep mua se mund të jap 600. Realisht nuk japin rezultat. Mund të kemi 10 raste të tregojmë emailë, mesazhe të tjera që kanë ngelur, thjesht krijojnë portofolin, por nuk në moment që je kaq i ri në treg dhe nuk punon ose nuk bashkëpunon me një nga ata të cilët punojnë prej kohësh në treg. Shumë e vështirë të futesh, por krijojnë rromuj. Këto që janë shumë të rinj, bëjnë edhe 1-2-3 transaksione, aq sa krijohet ideja domethënë që mund të vazhdojnë vërtet. Ka dhe të rinj që kanë nesër për çfarë mirë, ka dhe të rinj shumë të formuar, pra jo qoftë, por në përgjithësi rritja e madhe e numrit, ose mos vendosi limiti për këto lloj licencash, e shoh që tregun po peng. Ndërkaq kthehemi edhe një herë tek shitblerja. Po thoshe Arbër që nuk shesin më pronarët. Kam prirjen për ta mbajtur dhe për ta dhënë me qerafa gjatë dhe kryesisht pastaj dhe me atë qera ditore. Presupozohet që bëhet fjalë për platformat Airbnb dhe Booking të turistëve. Pse shihet kështu? Dhe sa vetë fitimi? Se sa shkon një qera ditore mesatare në Tiranë? Qerafa gjatë ka një fitim normalisht që nuk flitet më për kthim investimi këtë moment,
klasë për njerëz që kanë blerë para 20 vjeç, investimin e kanë marrë mbrapsht. Qerafa gjatë është më praktike. Qerafa të shkurtër është një risi që filloi pothuajse para 5-6 vjetësh tregun shqiptar dhe ishte menjëherë shumë e suksesshme. Suksesi më i madh kishte gjatë kohës së Covidit dhe më pas, që njerëzit nuk donin të rrinin facilitete me 80 dhoma, donin apartamentin e tyre vetë. Duke qenë se gjërat e suksesshme tërheqin gjithmonë, u bën pothuajse 12.000 prona në Tiranë që janë të listuara në platformat Airbnb, Booking, long term rent, disa nga këto platforma të cilat ofrojnë qerafa të shkurtër për personat të cilët vizitojnë Tiranën. Vetëm në Tiranë 12.000. 12.000, dhe këto janë nëpërmjet faqeve që mbajnë statistika mbi artikuj që krijojnë mbi një qytet duke bërë scanning këto platforma, pra që janë artikuj unik për Tiranën, për prona. Por që është matëmendja nuk ka njeri që jeton brenda unazës mesme Tiranës që tek dera pallatit ti nuk ka nga ato kasetat e shëmtuara deri diku domethënë, në cilën ti lë Chelsea në lekët ose dhe shkolla apartamentin ka 3, ka 4. Pra është bërë e ditur që qerafa të shkurtër ka benefite të mëdha, ka benefite për pronarët, ka pas benefite të jashtëzakonshme sepse nuk kanë paguar asnjë lloj takse. Pra, po të paguanin ato tatime që detyrohen shtetit realisht për qerafa të shkurtër, mendoj që paktën do kalonin drejt qerafa të gjatë. Qerafa gjatë ushtron më pak presion ndaj tregut të së evalueshëm. Pra, qerafa gjatë ndihmon që edhe qerat të jenë më të qerat e persona që vinë punojnë në Tiranë, studentët, të jenë pak më të ulta, Tirana të bëhet më e lirë si qytet, ose të ato pronat të shesin dhe të krijojë volum mbi tregun që të ketë nevojë për të ketë më pak më shumë apartamente, rritet oferta, ulet çmimi. Çmimi nuk ka për të ulur, pak në rrin vend sa injekcion. A kanë ushtruar presion qerata fat shkurtër duke dhënë efektin e kundër, pra duke rritur qerata fat gjata? Qerata fat shkurta kanë bler çdo apartament 1+1 që del në treg brenda unazës mesme të Tiranës. Kur thua unazë mesme për Tiranës, ta kuptojnë qytetarët? 21 dhjetori, Bryli, Farmacia 10, Bloku, unaza e vjetër, ajo që ishte edhe para 20 vjeç. Unaza e vogël është Piazza, unaza e madhe është ajo që përfundoi 31 dhjetor. Brenda unazës mesme, çdo lloj apartamenti 1+1 është target për të blerë nga persona që operojnë në qerana të shkurtër. Pra, janë të gatshëm ta blejnë. Për sa kohë do të kemi këtë lloj trendi, qerata fatgjata do rriten dhe do bëhen gati të papërballueshme për, le të themi, për studentët, për çiftet e reja. Qofse në 2019 mund të kishte 20-25.000 apartamente që ofroheshin qerafa gjatë, u përgjysmu. Sot jemi në 12.000 apartamente që ofrohen, pra çmimi është më i lartë. Dhe kemi ne, konkurrentët tanë që kemi dhe kolegë, kemi gjithmonë problemin që kemi më shumë kërkesë për apartamente se ato që ne mund t'ju çojmë si ofertë mundshme për qera dhënia. Kjo është sepse të gjithë, një pjesë e mirë e tregut ka bërë kalimin në qerana fat shkurtër. Ka apartamente stok? Sepse kur thuhet që ka kërkesë, por ne nuk kemi çfarë të shesim, ka apartamente stok. Stok pretendoj që do të jetë apartament në ndërtim ose i ndërtuar që i përket akoma kompanisë ndërtimi dhe e cila nuk po i shet dot. Kjo është numri i ulët. Është numri i ulët sepse vazhdohet punohet në Shqipëri me clearing. Pra, sot kushdo që po ndërton nuk është se ka vetëm një projekt që po ndërton, po të shikosh janë 10 ndërtues të cilët kanë gjysmën e projekteve në Shqipëri. Dhe nëse diçka ngelet pas shitur në Tiranë, ajo ofron si pagesë clearing, pagesë me mall për një projekt që ai mund të ketë në Palas, mund të ketë në Vlorë, mund të ketë dhe arrin ta fusin në qarkullim dhe nëse ngelet. Si tillë, nuk ka apartament stok. Ka apartamente bosh, të cilët zotrohen nga disa individ që nuk duan të nxjerrin në treg ose i ruajnë me idenë që unë vi 2 muaj në vit, me idenë emigrant zakonisht, të cilët nuk duan t'i vënë për Nuk ka apartamente të cilat dikush i ka bler i lë stokët vetëm për të rritet çmimi. Nëse është i mbaruar, me shumë mundësi e ka gjetur mënyrën e tij për të përdorur. Janë edhe në këto apartamente bosh edhe të atyre të cilët nuk duan të identifikohen kush i ka? Çka, nëse është i përfunduar ose nëse ka kohë që ka përfunduar, apartamenti është i regjistruar. Pra, kthehemi tek biseda e parë që duhen regjistruar të gjitha kontratat. Nëse ka hipotek, emri dikujt figuron aty. Dhe ai identifikohet, mos identifikohet, dikush e ka emrin aty, nëse dikush e ndjek nga mbrapa institucionet lizbatuese, do e gjejnë fillin. Nuk përdoren apartamentet për të fshehur pasurinë. Apartamentet mund të përdoren toka që janë shumë më të lehta ndoshta, po që apartamentet mund raste jashtëzakonisht rralla.
Si është tregu pasurive të palujshme në Bregdet, duke qenë se turizmi është një nga zhvilluesit më kryesor të këtyre viteve të fundit? Në Bregdet ka qenë shumë i mirë me rritjen e çmimeve që po ndodh çdo 3-4 muaj, po arrit një farë pike që do jetë pak më vështirë në të ardhmen. Do të kuptosh që në zonat elitare të Bregdetit kemi kaluar 2500 euro me kohë. Po i drejtohemi 3.000, 4.000 për metër katror gjithmonë. Për metër katror. Problemi këtu fillon grohen. Për metër katror. Nëse ti do bësh target për blerjen nga të huaj. Unë has vetë këtë problem për ditë. Si do të shpjegosh metrat e përbashkëta një blerësi polak? Pra, ti thosh ky apartament ka 21% metra të përbashkëta. Ti do paguash 100 metra por do marrësh 79. Pra, kemi koncepte neve të ngulitura në tregun tonë të cilat janë të gabuara për të përqasur dhe tregut të huaj. Koncepti i metrave përbashkët nuk ekziston në vende të tjera për shembull në BE? Jo, nuk ekziston. Ti nëse blen 100, ke 100. Ti mund ta marrësh me një çmim që ato metra po i blen. Por nuk të thot dikush që do blesh 100 metra katror, me që është në ndërtim, por kur dalë certifikata pronësisë do dalit 81, 79, 82. Varet, koeficienti zakonisht i përbashkëve pa ofrohet diku të 60% si standard. Dhe ky është një problem që me tregun e huaj haset gjithmonë. Megjithatë, një nga kompanitë që po bën ndërtime shumë të arrira në Bregdet, vendosi e eliminoi totalisht dhe tha do shesin vetëm këtë pjesën këtu, por çmimi rrit me 17%. Sepse blerësit të cilët ajo kishte target kishin problematikë shumë të madhe për të kuptuar këtë lloj. Do të kuptonin, për shembull, ta marr për shembull, në Gjermani nuk shiten as muret. Në Gjermani shiten në hapësira shkeç. Nëse ti blen diçka 80 metra është hapësira në cilën ti mund ta shkelësh. Itali shitet muri, gjysma e murit është koncepti që përdorim edhe ne. Shumë vende të tjera përdorin koncepte të ndryshme. Vende aziatike përdorin akoma koncepte të tjera që quhen as banjot, as këtu përdorin vetëm hapësira të jetueshme. Ama hapësirat përbashkëta nuk i përdor askush. Pra, ky është problemi kryesor, nëse do të qasemi te tregu të huaj për turizëm. Ama për tregun shqiptar është tregu shqiptar goxha aktiv për blerjen e këtyre lloj pasurive. Pak ishte shumë aktiv deri një farë limiti çmimi, tani po shikohet pak më ngadalë ulje. Por edhe në këto komplekset turistike në Bregdet, po shikohen që po blejnë shumë për struktura akomoduese. Po blejnë të huajt kryesisht apo po blejnë shqiptarët në Bregdet? Për momentin janë shqiptarët. Për momentin janë shqiptarët, janë personat që po investojnë paranë e tyre. Një pyetje të fundit kam, nuk e di ti Ergis. Si priten të jenë çmimet? Ata të cilët janë në pritje që për në një ulje të mundshme që diskutohet gjithmonë, jo nuk po shitet, jo shtopuar shitjet, jo kjo do të çojë në ulje çmimesh, si janë pritshmëri? Nuk mund të ketë ulje çmimesh me 1 euro baraz me 98 lekë. Është jashtë çfarë lloj perceptimi antimi. Nuk ka si presion mbi tregun që duhet shesësh patjetër. Pra, ti japi këshilla atyre që ndjekin. Të ndjekin grafikun e kredive të këqija. Ka mbi 15 vjet që është 93%. Po e pa ndonjëherë që të shkon mbi 4%, fillojnë të mendojnë që mund të ketë ndonjë goditje të çmimit. Pra, nëse nuk kemi probleme me kreditë të këqija, nëse nuk kemi probleme me paçka se perceptimi është që mund të ketë stok, nuk ka probleme me stokun. Nëse ka akoma likuiditet, bankat japin ndihmën e vitit 4-5 që bankat thyn rekordin vit për vit për kreditën e pasurive të paluajtshme, nuk ka se të ketë ulje çmimesh. Në qoftë se ai është një iri apo e re e cila do të investojë, do të marrë një pronë. Kush janë 3 zonat kryesore që do të sugjeroje që mund të investonin tani që do t'ia vlej për pak më vonë? Që në para, trurinë të reja është mirë që të investojnë sa më herët, sepse mënyra se si blihet me anë kredis të ndihmon që sa më shpejt të marrësh një vendim, aq më shpejt të mbarosh atë kalvar që mund të jenë kredit. Zonat që janë ekonomike dhe që priten të ngrihen akoma, të stabilizohen dhe të kenë një rritje çmimesh, janë Unaza e Madhe, pjesa që lejeve që ka dhënë Bashkia Kamës, por që do jenë komplet lidhur me infrastrukturën e Tiranës, pjesa tash që mos përdor emra tregtar. Pjesa e midis autostradës dhe Ysberishit, pra zona që është vazhdimi i lumit lan për te Unazës Madhe, që aty po ndërtohen 2-3 komplekse shumë mëdha dhe që çmimet janë realisht të leverdishme për momentin, po janë projekte afatgjata, projekte që ti
fillon paguan sot për mbas 4 vjetësh e gjys. Dhe zona tjetër që duhet menduar me perspektivë është disa ndërtime që po bëhen rreth zonës Saukut, por që janë ndërtime me kate. Ndërtime që janë rezidenciale, vilat janë përgjatë shtrenjtë, kurse ato që shikon si apartamente në atë zonë janë akoma aksesibël dhe ofrojnë dhe i farë cilësie jete. Ka dhe infrastrukturën, pastaj që ke mundësi të vish në Tiranë. Tirana, Sauk, Lundër, Mullet ka qenë një herë, ka infrastruktura atje është paktën është investuar dhe goxha ndërkohë. Janë zona që mund të jetosh. Pra, Sauk ka shkollë shtetërore, në Zberis ka shkollë shtetërore akoma. Pra, infrastruktura është atje, të gjehen ato ndërtime të cilët po bëhen me 3, 4, 5 katër, nuk janë shumë, kanë akoma çmime që janë të mira. Brahi, ishte kënaqësi që të kishim në Maniauer. Kënaqësia ime, suksese. Faleminderit. Të dashur miq, mirupafshim. Pafshim.